Ja, çfarë ndodh nëse konsumoni një thelbi hudhër me stomakun bosh? Hudhra është një nga produktet më të konsumuar dhe është një antibiotik natyral që shkatërron një numër të madh të bakterjeve. Përdoret shumë në mjekësinë popullore për shërimin dhe trajtimin e disa komplikacioneve. Shkencëtarët kanë zbuluar se përdorimi i saj me stomakun bosh mund të parandalojë dhe të trajtojë një sër problemesh. Përdoreni hudhrën në vend të antibiotikëve. Hudhra përbëhet nga substanca azotike, sodium, kalium, selen, kalcium, magnez, silikon, alcid sulfurik dhe fosforik, vitaminën C, D, B dhe vajra të domosdoshme. Ajo përmban më shumë se 400 përbërës mineral duke përmirësuar florën bakteriale të stomakut. Kur e konsumoni me stomakun bosh do t'jap efekte pozitive edhe në sistemin tretës dhe parandalimin e komplikacioneve shëndetësore. Nuk këshillohet të përdoret sidomos nga ata që vuajnë nga problemet kronike dhe përpara përdorimit konsultoni me mjekun.